Vetëm këtu shife, kur thonë Spako ka fillu verifikimet, ajo kontrat është bo në Amerikë. Paret janë mbledh në Amerikë, paret do shkojnë në Amerikë. Këtu, duke që lajmi është fals edhe fake. Spako të bojnë verifikime sa donë, po s'ka nevojë me hup kohën, mu morë me një kontratë që është bo në Amerikë. Lex ka në Shqipëri. Ju më thatë që zoti Nuredin nuk ishte shqetësuar fare për Spakun e në parë. Ore, sikur thash Dylber, pse do shqetësohem unë nëse unë i kam $5 milion, $1 milion e ve në hipotekë shtëpinë time, ose 2 shtëpia, nëse kontrata nuk përmushet, pse duhet, se ajo është përgjegjësia ime. Ajo s'ka të bëjnë as pak me Shqipërinë. Ai mram ke Top Channel e intervistu në ish kryetarin e qenës KQZ-s Kristaq Kumen. Por prap besoj se atë njerëz në Shqipëri ka njerëz që flasin të drejten, edhe flasin ato që është ligji. Ligji, kjo nuk ka asnjë lloj shkelje ligjit. Njerëzit i kanë dhënë lekt, i kanë dhënë në Amerikë, ato sjellë në Shqipëri nuk janë për fushat, absolutisht për fushat, se ligji nuk e lejon kanë në Shqipëri me dhënë gjithë ato shumë para fushat. Kështu që ato mediat thjesht është me tërheq vëmendjen se kanë frikë të shi, e shohin që ditë janë shkurtuar, edhe kjo këtë është qëllimi aty. Por debatit paktën ashtu sikur e tham edhe më lart, debati njëherë nuk bën keq asnjëherë. Por edhe ne kemi të paktën të drejtën që mund ta diskutojmë në aspektin moral, jo ligjor. Edhe deri këtu nuk besoj që ka gjë të keqe. Pastaj nëse nuk është se po ngrejmë akuza. Thjesht ne po bëjmë një analizë mbështetur në disa fakte. Dakor, bëjmë analizet, por populli ka thënë mos fol kot pa lidhje. A kupton se pastaj bosh i bezdishëm kur flet diçka. Unë të kam thonë disa herë për këto paraqitjet e mia, unë mundohet me dhënë një mendim që ai mendimi imi me qenë edhe një 10 vjet ose 20 vjet, për sa të jem gjallë dëmon që mu kthy dikush mrapa dhe me pa atë vetë me thonë që më vërtet ky njeri s'pas ka folë diçka që nuk ekziston. Kjo është qëllimi i mediave, qëllimi kur do me thonë opinionit publik, një mendim që me drejtu ku është e drejta, ku është ajo normale, jo me dizinformuar. Vetë fakti, nuk them që nuk mundë me hedh poshtë, se 12 vjetë qeveri, kush do me qenë diçka do bëj, edhe një qeveri nështë edhe Enver Hoxha ka bërë diçka në 12 vjetë, ka shtru një rrugë ose ka ndërtu një shkollë, nuk mundesh me mohu faktet gjonave që janë bërë 12 vite, por du me pasë qa, nëse bëhet një ndryshim, a ka diçka që këto partitë e tjera mundën me bërë ndryshe, a mundet këto parti, dhe një parti që ka 12 vite në pushtet edhe akuzohet për korrupsion, për do është edhe për tradhti kombëtare të një pjesë e shqiptarëve në lidhje me Vučićin, me qesën e Kosovës, me lobimet që ka bërë në Amerikë, derisa ka kompromitu edhe shefin e CIA-s të FBI-s në New York. Domthon, tash edhe njëherë pa mohu ç'a është bën një rrugë, një shkollë, propaganda që bojnë ta tunelet, se si janë bë ato me sa në vjedh, është tjetër gjë. S'po hapim, është bë. Ata kanë edhe PSE ka për rrugën e Komit kanë pas aludime se janë vjedh. Kjo është gjë e re në vërtet në Shqipëri, se njerëzit ndoshta edhe nuk e dinë me i bë ato estimatat, ato me llogarit eksakte sa kushton një rrugë ose një ashtu, po nejse, dihet që kur gjysa e ministrave janë burg, e kryetar bashkisë se sa kanë vjedh, se kur ke pushtetin për 12 vite, krijon lidhje me bizneset, me këto njerëzit që kanë këto koncesionet e këto, edhe ka mundësi më shumë vjetë. Prandaj bëhet riciklimi. Unë besoj ke ndryshimi, se me këto që kanë parë për 12 vite, është diçka marrësi me ndryshu pushtetin, pasi vetë tiu
shputën lidhjet e këtyne që kanë bërë biznese, shputën lidhjet e atyne që kanë bërë ndoshta korrupsion, del një elitë tjetër me ndryshu situatën në Shqipëri. Zotë Kortoçi, pas bisedës së parë, keni pasur reagime nga ajo që kemi diskutuar? Reagime, kom pas telefonata nga Shqipëria, edhe nga Shqipëria në vërtet, më kanë bërë telefon dje, më thanë vetëm na çon numrin e accounts, ne do të çojmë para. Imagjino tash në Shqipëri nuk kena shumë para, tha po do të çojmë para ke fondacione. Këta njerëzit e kanë në Shqipëri, mediat e kanë interpretuar mas pare, peks pare. Asnjë media në Shqipëri, mediat e majta nuk e thon emrin edhe mbi emrin sikur ka. Vetëm ta lexosh këtu duket çka gazetari e bojnë me pa Top Channel. Saçi. Por janë të saktë tek shuma. Dgjoj. Nuk është këtë problemi informacionit, Dylber. Unë asnjëherë s'kam shku për gazetari, s'ka pas, ndoshta se dia ka pas atë gazetari kur kam qenë unë, po sigurisht duhet me pas, ka pas gjullet e siu. Saçi, në kontrat e thot shumë bukur, Seci, e ta shikosh secin, se Sec janë tropojan, vinë nga një fshat i Tropojës, kanë ardhur në Amerikë dhe janë shumë successful, janë njerëzit, kisha me thonë në shqiptarët e parë që kanë ardhur në Amerikë, edhe sidomos tropojan, unë nuk besoj se ka asnjë tropojan që është në asnjë shtet botës më shumë sukses se këta Sec. Kur djebeles diskutova me një prej këtyre, thash do shkoj të bëj një video dhe t'ja shoj aty në deleve në Shqipëri ta shohin kush është Seci. Tashi, mediat e majta, portalet, pamfleta, këto mediat që i fryn qeverisë, i fryn mrapa Rams me i bë fres, kishin zgjedhur edhe një kushërin të një vajzën e ars Nureddinit, që ajo në vërtet nuk e suporton PD-n, është neutrale. Edhe në thirrje tha mu shifet sa unë këtë biznesin e kam në internet. Se njerëzit kur do me blej shtëpi e shohin review të këta që e shohin në Amerikë të video e din shumë mirë se si funksionon. Atë në Shqipëri kishte thonë widgeten njerëzit që kanë dhënë parat, Valbona Seci, një lavatrice që pastron para me shitje shtëpiash. Dhe i thosha aty njerëzve Se nuk reagojnë, se nuk reaguar vetë, Valbona më thatë në mos gaboj emrin. Po, Dylber, unë i thash Valbona, sa të më shkur të lidhi unë me mediat, por njerëzit nuk kanë kohë më morë me këtë punë. A kupton? Pra ne kena ikë për ati vende. Aty është një vend që edhe ti që flet me mu, du ta rekomendoj me ikë, se s'ka, aty nuk ka asnjë gjë. Këtë është thjesht ata që kanë pushtetin, mundohen me dezinformu njerëzit, mundohen me tamam biografia, original sikur ka qenë partia e punës, këta kanë me patronazhista. Se kanë patronazhistat këtu, i kanë edhe Tropojan. Ne kishim Tonin, ne kishim Agronezën. Që njohin, këtë Tropojan njohin teatrin Agronez, e familjen Neza. Familje shumë e nderuar e respektuar. Por Agroni ka qenë në shkollën e sigrimit, zëdhi është përgatitur atje. Ka qenë tamam agenti që ka arrit me kompromitu një kryeagentin e FBI-s. A mendon ti se s'ka edhe nga këta tropojan që nga i morën mediat e majta lidhje, tamam si në kohë partisë. Sadriu i rratiset vllai edhe tash e heqin vllajin, se njëta gjë më ka ndodhur mua në 87-ën. Kjo është e njëjta parti, e njëjta mënyrë organizimi, vetëm që ka ndryshuar emrin. E shpenduar, mendoni, zoti Seci për kontratën mas gjithë sa stuhie? Absolutisht jo. Se unë kisha par dje një telefonat, tha njëri tha, unë kam qenë i pari që kam bërë transfer $250,000. $750,000 janë këtu me vlen një shpimër ti, po aty në Shqipëri e bojnë me qëllim se ata e dinë se ata kanë vjedh miliona ministrat e Rams. Kryetari i Bashkisë Tiranës bashkë me Ramën kanë vjedh parat e $130 milion. $130 milion.
Harrovi Rama sa ka pagu vetëm me bën një telefon me bën një fotografi me Biden, me Obama. Po tash ai popull janë zoti, ai popull që kanë marrë Enver Hoxhën 45 vjet. Me lejo të ngulmoj edhe pak për të fundit e kjo e zotit Nureddin, sepse i kontaktuar në media nga Top Channel deklaroi që është me pushime, pra vendosi që të mos përgjigjet, të mos flas për këtë. Ju keni pas kontakte të tjera nga hera e fundit? Jo, s'kam pas kontakte, vërtet. Është ndjerë i shqetësuar nga gjithë kjo. Absolutisht, nuk është ndjerë i shqetësuar, pasi ai ka ditë shumë mirë, domthon ato jo Nureddini, se Nureddini nuk është jurist, po juristat. Ato njerëz që kanë nënshkruar kontratën këtu në Amerikë, se kontrata është bën në Amerikë, këtu marrët përgjegjësia zoti. Këtu domthon ti përgjigjesh para ligjeve të Amerikës për çdo lloj kontrate. Është e bën me brenda rregullave o jashtë rregullave. Ato njerëz që kanë punuar në administratën e shohit besoj se janë shumë më të aftë se sa këta spaku juj, spaku i Shqipërisë, s'po du se edhe unë jam shqiptar, por ose këta që i bojnë Ramës të menon nga mjesin darkë në përmes medjave. Vetëm të në gjëshë prom që ka lezet me pa gritin e plak, se grita du më është e bo me komplet plastik. Gjithsesi, për të mos dalë nga debatet. Vetëm me pa gritin, për shkak me pa ato sondazhet si nxjerrin ata, po në një vend që nuk je i lirë me votuar, sondazhet s'ka asnjë lloj vlerë. Zero. Është sondazhisti i Trumpit. Dëgjoj. Or e kupton se ju Zotin m'ja sjell, Zoti se ka pa njëri, ju e mashtroni. Kush? Po, por zotin, në një vend ku një parti, në kohën kur vota po mendojnë me shku me jetu në Mars, akoma votohet një parti dhe që është korruptuar nga fillimi deri në fund, që ose një parti që ka një kryetar nga 1990-a. Si? Ose një parti që ka një kryetar nga 1990-a. Duhet më parë rezultatet, s'ka lidhje, edhe Trumpi është të afru të vdekshit, në politikë shifen frutet. Në kapitalizëm është sa jep ti. Aty vetëm merri ato arritjet e një Shqipërie që ka qenë me njëherë mas komunizmin në kohën kur ka qenë Partia Demokratike, merri njerëzit sa korrupsion është bën, ka qenë e hapur masivisht rishfeti me pagu ku do të shkosh. Unë pash në një nga këtë shores, ishte një kuksion që kështë shku i kështë thonë Ramës që vinë ata bashkia, 10 lloj polis me arriti me bën një stand për pula. Tashi, aje nështë se kanë bërë, tipa e kanë bërë tjerve. Rama e tha, do të njeki me bën një fajtor Rama. Dhe mën, ky është Rama, zëtëri. Ky është Rama. Dhe bërë fajtor për diçka që shqiptarët masivisht e din. Edhe ata që japin votën e din që po shkun ke doktorit do të me paguaj, e din që po shkun ke administratorit do të me paguaj, e din që po deshe me bo qatin e një shtëpi, e din që do të me paguaj, edhe pse janë socialista, nështë paguajnë më pak, po që do paguajnë se s'ka. A i thot, e do të me paguaj. Nuk është e ligjërume, po i merri fut në gjep lek. Sadri, do me krypun. Kam mbetur dhe të rreth 2 javë, mendoni që mjaftojnë, keni besim që mund të hiqet non grata për zotin Berisha para 11 majit? Non grata ka ra. Non grata atë moment që Anthony Blinken ka ik me bashkë me Biden, non grata ka ra. Sot Partia Demokratike Sali Berisha është ringrit prap, jo se s'ka keni ringritur, se Sali Berisha ka dërzu në 2013-ën, u zgjodh, si u zgjodh Lulzim Basha, e mori e degeneroi Partinë Demokratike, por fakti, ai Sali Berisha 2013 s'ka qenë. Tjetër gjë se u mundun me marr partinë, u mundun